skenari 2021-s kush? Edhe njerë për bëjë që të pytje. Pse përdori strategjinë e 2021-s e s'pë përdori edhe njerë Zoti Kurti, kur i tha, ja për votojmë Vjosa Osmanin, ja për shkojna në zgjedhje dhe përfiton vendosja 500.000 vota. Se me Vjosa Osmanin e kanë hëngër një thash kryp, gjatë këti 5 vjeqare, nuk ka qenë bash... Pse s'ka qenë? Jo, ka patur dritë hije. Ajo është në kuadër të bashkëpunimi që është normal. Listë të vetëvendosjes, ka ndalë bashkë në zgjedhje, edhe prej fillimit ka qenë e qartë që në rast të fitores, Zoti Kurti do t'jetë kryeministri derisa ajo do t'jetë presidentja. E vërtet. Që dallon prej situatës. Por, janë bërë disa nuk kanë qenë partner koalicioni ata, kanë qenë dy pozicione ndryshme. E vërtet. Gjatë kësaj periudhe janë bërë një mëri matjesh të opinionit publik dhe zonja Osmani ka dalë me një kredibilitet dhe performancë mjaft të lartë. Dhe ky duhet të jetë një arsye për Zotin Kurti, që ai duhet të ecë përpara me këtë opcion, se kjo është e mjaftueshme. Kur një propozim pëlqejet në masë të madhe nga qytetarët, atëherë Zoti Kurti ma shumë ka interes me shty përpara këtë agjendë. Unë shumë jam i bindur që Zoti Kurti është këtu ku është, për shkak të Vjosa Osmanit dhe Anas Qeltas. Njerëzit e dojnë edhe Zotin Kurti për post tjerash. Krenar, tani në zgjedhjet e fundit nuk mund thuash vetë ka fituar zgjedhjet e fundit. Kërkojnë tjetër. 51% i ka fituar vetë. Nuk është bashkë ashtu. Pse? Si është bashkë ashtu? Pse? Nëse herën e parë ka qenë kandidaturë, herën e dytë ka qenë vetë. Arritje të kësaj qeverie, kur të qetë aty në matrisë, arritje qytetarit që ka qef me atribu vetëvendosjes, në atë matrisë është edhe Vjosa. Ato suksese janë përbashkëta, s'ka lidhe kjo që s'ka marrë pjesë në zgjedhje. Ato janë përbashkëta, janë njohjet, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar, dinjiteti ka